janë vra aty një pjesë e madhe ushtarëve, e kam... Shtatë janë vra pa vjen plagos 5 maj. Eksakt, dhe në mesin e tyne jam plagos edhe une, po i kam krejt gjirimet. Ajo çka është ma madhështoria që ka ndodhë në atë moment. Një pjesë të madhe i rroki paniku. Edhe thanë me ikë, me lëshu kazermën, sepse po dojnë forcat me bombardu prapë. Forcat serbe na nuk e dishim. Në krejt atë farë rëmuje, i kemi nxjerrë 2 ose 3 ushtarë gjalla, prej rënojave. Kanë qenë në rënoja Bëjup edhe Ilir Betyq. Eksakt. Ka qenë ploka e kazermës të ju sham, kena hynë qatë moment, une me kamerë, Hyseni thot atu bërtet bimna, me qka kishë më me nxjerrë ushtarët e shkrejt, po janë unë për vetën time, si e kësha folë kur vetës, mës më pas këthy në vit frontit qoftë edhe 2 orë. Jo që kum najt aqë gjatë, për mu janë ditë matë të bukura, ditë matë lumëtëra, edhe pse kemi po shumë gjonat të të mërshme, janë vrau dikun bi 170 e sa djem edhe vojzë që janë të vrom. 103 majtë. 103 majtë. Ka momente shumë, po me të plagusur me krejt, do më thonë, janë momente të jashtë zakonshme. Veç po du me ta thonë fjali edhe penali. Kur nuk e kom mendu që na vjen dita, unë e kom mendu, po nështa se di pse erdhë kjo ditë, që na erdhë dita ata cilët jënë konë argatë të Serbisë, me babe me babgjësh, mundisët në Kosovën tonë ma krenar,